Pasi ka humbur betejën me gjykatat dhe kushërinë e tij, një 37 vjeçar nga Shkodra ka gjetur një mënyrë krejt ekstreme për të protestuar ndaj vendimit që nuk i ka njohur atij të drejtën e pronësisë së një trulli. Halit Meta, babai 2 fëmijëve, ka tentuar të vetë flijohej duke u ngujuar në armaturën e themeleve të pallatit që po ndërtohej në pronën që ai e pretendon të tijën. 37 vjeçari ka qëndruar për më shumë se 4 orë në njërin prej kolonave të pabetonuara ende, duke kërkuar drejtësi. Por edhe pse me kalimin e orëve gjendja e tij është përkeqësuar, 37 vjeçari nuk ka planuar të dalë nga vendi ku ishte futur. Kalimtar dhe kureshtar të rastësishëm janë munduar ta bindin, por asgjë nuk ka ndryshuar deri në mbërritjen e forcave të policisë. Sikurse po e shihni edhe nga pamjet, në momentin kur policia ka tentuar ta nxjerrë nga armatura e hekurt, 37 vjeçari ka pësuar gjendje të fikti. Ai është dërguar me dëmtime të lehta në spital dhe jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, sipas policisë, konfliktin për pronësinë e trullit, Halit Meta e kishte me disa kushërinj të tij, të cilët pas fitimit të trullit të pronësisë, ja kanë shitur atë një firmë ndërtimi e cila kishte filluar punimet për ngritjen e një pallati.